Sezona e verës ka filluar, por jo të gjithë ka mundësi të shkojnë në plazh. Gjithashtu, shumë prej jush kanë ngjyrën e lëkurës shumë të bardhë. Zgjidhja më e përshtatshme do të ishte sigurisht nxjerrja me solar. Por cilat janë rregullat që duhet të dini para se të drejtoheni qendrave estetike? Pikë së pari, duhet të jeni mbi 18 vjeç. Nxjerrja mund të jetë e rrezikshme nëse jeni në ndikimin e antibiotikëve. Gjithashtu, duhet të shmangni nxjerrjen gjatë shtatzanisë. Mos u lani 4 orë përpara se të shkoni në sallon estetike për solar dhe gjithashtu 4 orë pasi të keni përfunduar, nëse nuk do të doni të çonit dëm mundin tuaj. Po, sa shpesh mund të nxiheni? Nuk duhet të shkoni të bëni solar çdo ditë. Intervali më i vogël duhet të jetë një herë në 2 ditë, sigurisht në varësi të ndjeshmërisë së lëkurës suaj. Ne nxihemi pasi rrezet UV ndjekin lëkurën tonë duke zhvilluar pigmentin e melaninës për mbrojtje. Pas sulmit të rrezeve UV, lëkurës i duhet 1 deri në 2 ditë për të marrë veten. Nëse i tejkaloni kufirin dhe nxiheni çdo ditë, mund të keni probleme me shëndetin në të ardhmen. Gjithashtu, është thelbësore të dini kohën se sa do të rini në shtratin e solarit. Kjo varet se sa të fuqishme janë llampat, lloji i lëkurës suaj dhe sa nxirje dëshironi të merrni. Gjatë kohës që bëni solar, mos harroni të mbroni pjesët më të ndjeshme, syt, gjoksin, buzët dhe nishanet. Përveç këtyre, duhet të vini syzet e veçanta. Shumë njerëz mendojnë se është e mjaftueshme vetëm të mbyllni syt për të mbrojtur retinën, por lëkura e qepallës së syrit është shumë e hollë për të qenë mbrojtëse e mjaftueshme. Ju duhet patjetër të vini krem nxirës. Kremrat funksionojnë si hidratues lëkure, pasi rrezet UV e thajnë lëkurën dhe si rezultat e plakin shpejt atë. Një lëkurë e lagësht është më e mbrojtur dhe ndihmon të duket më e re dhe më elastike. Po, a ka efekte anësore pas gjithë këtyre seancave? Dermatologët shpjegojnë se rrezet e solarit janë shumë të rrezikshme për lëkurën, për sa i përket kryesisht kancerit të lëkurës dhe plakjes së hershme. Sa herë që ekspozojmë lëkurën në diell apo në solar, përqendrimi i saj rritet duke rritur dhe mundësinë e shfaqjes së kancerit në lëkurë. Do të bënit më mirë të mos i tejkaloni 10 deri 15 minuta të ekspozimit në solar, edhe pse mund të dëshironi nxjerrje të shpejtë dhe të shkallës së lartë. Pra, nëse nuk ju tremb pamja e lëkurës suaj pas 20 viteve, drejtohuni në qendrat estetike që frekuentoni, por gjithmonë keni parasysh të kontrolloni përcilësinë e aparaturave që përdoren atje.